Vizita që Gilmando Dani zhvilloi në Spanjë nga data 7 tetor deri në 11 nëntor po shihet si një prioritet nga hetuesit shqiptar, të cilët dyshojnë se gjatë këtij udhëtimi mund të jenë krijuar ose rikonfirmuar lidhjet që kanë të bëjnë me atentatin ku ai humbi jetën. Burime nga policia bëjnë me dije se është përgatitur një kërkesë zyrtare për autoritetet spanjolle me qëllim sigurimin e çdo informacioni mbi lëvizjet dhe kontaktet që Dani dhe shoku i tij Muçi Shaliani mund të kenë pasur gjatë qëndrimit në Spanjë. Sipas të dhënave, Spanja ishte një nga destinacionet e shpeshta të 47 vjeçarit gjatë viteve të fundit pas daljes nga burgu. Hetuesit dyshojnë se atje ai mund të ketë pasur takime të rëndësishme që mund të ndihmojnë në zbardhjen e motivit të atentatit. Në të njëjtën kohë, bashkëpunimi po kërkohet edhe nga autoritetet greke pasi automjeti i përdorur nga autorët e krimit, një Toyota, rezultoni vjedhur 2 vite më parë në Greqi, edhe tarkat që meti mbante ishin të vjedhura në të njëjtin shtet. Ndërkohë, policia shqiptare ka intensifikuar kontrollet në zonën e ngjarjes dhe në rrethinat e Tiranës së Fushkrujës. Në 2 ditët e fundit janë shoqëruar 10 persona për verifikim dhe për të sqaruar alibit e tyre. Në laboratorin kriminalistik po analizohen edhe armë dhe automjeti djegur që autorët lanë pas, po për shkak të dëmeve nga zjarri, hetuesit thonë se gjasat për gjetur prova të plota mbeten të kufizuara. Megjithatë, burimet pranë grupit hetimor bëjnë me dije se çdo detaj po verifikohet me kujdes, ndërsa pista e hetimit mbeten të hapura duke përfshirë konflikte të vjetra dhe prapaskena të mundshme jashtë vendit.